Shtatzania në moshë adoleshente mbetet një problem shqetësues në mbar botën me pasojë të thella për shëndetin, jetën sociale dhe të ardhmen ekonomike të vajzave të reja. Edhe pse norma globale e lindjeve tek adoleshentët ka shënuar një rënje gjatë viteve të fundit, ndryshimet janë të pabarabarta mes rajoneve dhe brenda vendeve. Sipas dhënave të vitit 2019, në vendet me të ardhura më të ulta dhe të mesme, rreth 21 milion vajze të moshës 15-19 vjeç mbeten shtatzën. Gati gjysma e këtyre shtatzanive ishin të padëshiruara, duke çuar në rreth 12 milion lindje dhe në shumë raste të abortit, shpesh të pasigurt dhe të rrezikshëm për jetën e tyre. 55% e shtatzanive të padëshiruara përfunduan në abort. Vajzat e reja përballen me rreziqe serioze shëndetësore si eklampsia, infeksione paslindjes dhe lindje të parakohshme. Edhe foshnjat e tyre kanë shumë gjaste të lindjen me peshë të ulët dhe me problema të rënda shëndetësore. Në vitin 2023, edhe grup mosha 10-14 vjeç u përfshin në statistika globale, me një normë lindshmërie për 1.5 për 1.000 vajza, një shifër më e lartë në Afrikën subsahariane dhe në Amerikën Latine. Kjo tregon se shtatzania në adoleshencë nuk është vetëm çështje e grave të reja, por prek edhe vajza në fëmijëri të hershme. Faktorët që ndikojnë përfshin mungesën e arsimit, statusi i ulët ekonomik, martesa në fëmijëri dhe abuzimi seksual. Në shumë vende, mungesa e aksesit në metoda kontraceptive vazhdon të jetë një pengesë e madhe për parandalimin e shtatzanive të padëshiruara. OBSH ka intensifikuar përpjekjet për të adresuar këtë çështje duke punuar me partner global për të rritur ndërgjegjësimin, për të ndërtuar politika efektive dhe për të forcuar sistemet shëndetësore që të ofrojnë kujdes cilësor për vajzat dhe nënat adoleshente.